Në këtë mbledhje u diskutuan pika të ndryshme, siç është propozime për transferime të brendshme, ridestinim të mjeteve buxhetore për vitin 2015, pastaj kërkesa për miratim e ndryshimit dhe plotësimit të statutit të Komunës së Gjakovës, e shqyrtimi i kërkesës për dhënie në shfrytëzim të pronës komunale Tregu Oriz. Për theks të veçantë, anëtarët e komitetit i kushtuan shqyrtimit të kërkesës së Komunës së Gjakovës për të marrë kredi në vlerë 1 milion euro për projekte si funksionalizimin e ngrohtorës për sezonin e dimrit. Kërkesën e sqaroi drejtori për buxhet dhe financa Teki Shala, ndërsa anëtarët nga radhët e AK-s mbështeten një kërkesë të tillë. Kryetarja e komunës ka bën një kërkesë që edhe i ka dorëzuar dhe Komitetit për Politikë dhe Financa që ta shqyrtojë marrjen e kredisë në vlerë prej 1 milion euro për financimin e 2 projekteve kapitale. Projekti kapital i ngrohtorës së qytetit, rehabilitimi financiar dhe fizik i ngrohtorës së qytetit në vlerë prej 500.000 euro dhe projekti i dytë implantit të ujrave të zeza, realizimi i shpronësimit të pronave private në vlerë prej 500.000 euro. Nga arsyeja vetëm pse do ta mbështesim është ngrohtoria e qytetit dhe nëpërmes ngrohtorës së qytetit thjesht qytetarëve tonë t'ju ofrojmë ngrohje se që 2 vjet në fakt u mërdhin. Drejtarët lutem bëni diçka dhe bëjmë të paktën këtë vit të kenë një ngrohje dhe një mirëqenie pak më të mirë. Lidhur me këtë çështje, sqarim shtesë kërkoi kryesuesi i KPF-s Luan Gola, të cilit përgjigje i dha Admir Shala, drejtori i ngrohtorës në Gjakovë. Sa i përket totalit të shpenzimeve operative, e keni kërkuar 200.000 euro, për tyre 140.000 euro paga dhe këto gjëra të tjera, domethënë shpenzime operative që janë deri në fund, dhe po ashtu janë 220.000 euro investime në rrjet. Drejtor, po më intereson kështu, drejtori i financave. A lejon ligji me pagu paga prej kohës çmirat? Problemi që kemi ne është se kemi llogaritë bllokuar prej firmës Bala dhe Ngoterm për rrjetin që ushtor komunën në vitin 2010, i cili nuk është pagu. Në farë forme na edhe për donatorit prej Komisionit Evropian që përpresim me ne 11 milionë euro javës tjetër Bruksel më atë mbledhja, jemi pasur me fashësia financiare, se nëse pronari i ngrohtorës i ka bërç, atëherë na kërkojmë fonde prej EU-s, atëherë është kontradiktja. Pika të tjera të cilat u diskutuan në këtë mbledhje ishin edhe kërkesa për shpalljen e interesit të veçantë për parcelat në komunën e Gjakovës, shqyrtimi draft planit të veprimit për transparencë në komunën e Gjakovës, po ashtu shqyrtimi draft rregullorës për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e komunës së Gjakovës e të tjera, për të cilat u vendos të kalojnë për shqyrtim e miratim në mbledhjen e radhës së Kuvendit Komunal.